ka më vonë aty kur lidhe me Spakun. Endri, kthehemi këtu. Është për ty drejtësia më e mirë sot apo dje para 2016-s? Në dy vektor të ndryshëm është një më mirë, një më keq. Në drejtim të çështjeve për politikanët është më mirë. Në drejtim të çështjeve për pjesën tjetër, për qytetarët politike është tjetër. Pra, duket sikur aty ku ka futur duart huajt ecën më mirë, aty ku kanë futur duart këta tanët ecën më keq. Për shembull, reforma harta e regjysorit është nga ne, nuk është nga të huajt. Dhe ajo harta e regjysorit ka sjell aksesin e pamjaftueshëm te zgjatet e afateve, sepse mbi ngarkesë arritet, ka krijuar mbi ngarkesë. Përsa i përket standardeve tulta etike profesionale gjyqtarëve prokurorë, prap kjo është nga ana jonë. Dhe unë pavarësisht respektit për Sadushi, po Sadushi ka qenë drejtori i shkollës magjistraturës nga 2014 deri në 2020. Kështu që ata gjyqtarët e prokurorë nga 2020 e mbrapa. Nga 2020 e mbrapa është Rakipi. Po pra, nga këtu ka probleme. Po. Ato që dhe nga 2020 e mbrapa, po nëse ka filluar në 2021 ata akoma skandal, domethënë ka një vit, e kupton? Pra, Sadushi vetë ka qenë me shumicë që u zgjolla. Ai i cili sot 3 vitet e fundit. Ja ta mbaroj Endrin. Magjistraturën dhe pas kemi problematike. Patronazhist pa hyrë. Hoç. Shkolla e më e suksesshme në Shqipëri ka qenë shkolla e plepave. Magjistratura që është një proces shumë institucional na nxjerr ka probleme. Magjistratura nuk të bën kjo që thotë. Po janë justifikime që nxjerrin këta burr që kanë detyrë për të bërë një gjë disiplinore. Nuk e them unë standardet e ulta, standardet etike profesionale. Thot kryetari ishte po më justifikime ç'm thuat? Apo jo, nëse Sokol sa ka mbaruar shkollën juridike, ka mbaruar me rezultate të larta, kur ka karuar në magjistraturë, është një përzgjedhje që e ka bërë që në shkollë të lartë. Dhe tani ne themi këta janë pa suksesshëm, ata që ishin nga shkolla e plepave. Vazhdoi. Ta mbaroj, po Endri. Pra, ai që u ankua në atë rast dhe që dëgjojmë në intervistë ishte Sokol Sadushi. Me gjithë respektin për Sokol Sadushin, por ka drejtuar shkollën e magjistraturës. Ata që janë sot gjyqtarë dhe prokuror janë përgatitur nga ai. Kështu që ai duhet e para një herë të bëjë autokritik për veten e vet, sepse standardet ulta etike dhe profesionale normalisht Jo, lutem që mos ngatrohemi. Këto kanë qenë, le të themi, probleme në 2016-s. Mbas për ju standardet jam dakord, por në fjalën që mbajti përmendi raste që ka standarde të ndryshme për të njëjtën çështje. Atëherë ti si drejtori i shkollës magjistraturës, çfarë ke bërë? Pse ti ke nxjerr magjistrat të cilët njëri thot ndryshe dhe tjetri ndryshe? Jo, e ka fjalën për vetingun aty. Për vetingun. Për vetingun, edhe tani, vetingu, pastrimi i prokurorëve gjyqtarëve ka pasur raste që është përdorur dy standarde. Ka raste të tilla që nuk derisa thuhet që domethënë për të njëjtën çështje edhe derisi është ke pasur këto problematika, normalisht ti ke si më përpara e ka drejtuar, po themi, Sadushi deri në 2020, në 2020 e mbrapa ka drejtuar Arben Rakipi që ka qenë dhe krye prokuror. Domethënë, nëse mund të thuash dhe të nxjerrësh dhe të thuash ky produkt që kanë nxjerrë ata në shkolla është skarco, është përgjegjësi e parë e tyre. Pra, përsa i përket atyre që janë gjyqtarët dhe prokurorët. Pjesa tjetër, mungesa pavarësisht gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe korrupsioni, përsa i përket çështjeve që kanë të bëjnë me politikën, përgjithsisht është ecur mirë. Është ecur më mirë se para 2016-s. Po, është ecur më mirë dhe duket sikur në ato pjesë të cilat kanë qenë strukturat gatshme të ardhur nga të huajt, për shembull Spaku, çështjet kanë nesër më mirë. Ama në pjesën tjetër, e njëjta si krimet e rënda, po ato Po, si krimet e rënda, dikur nuk merrnin politikanë për sipër. Çështje vullneti ishte çështje kompetence, neni 75. Neve nuk i kemi provu krimet e rënda nëse ndryshonte kompetenca. Dhe pavarësisht se janë të njëjtët prokurorë, pra tregon që ato se vun kapele tjetër, ose ndryshon numrin e kokës. Jam dakord. Por fakti që ty të ka ardhur një strukturë ndryshe nga jashtë, si Spaku, tregoi që kjo lloj strukture ishte më mirë se sa struktura e dikujt që ka qenë në krimeve të rënda. Pra kjo strukturë që erdhi nga jashtë, erdhi shumë e mirë. Kjo strukturë që bëm ne me hartën e gjyqtorit është skandaloze. Kjo që bëjmë ne me pjesën e magjistraturës, që për mendimin tim shkolla e magjistraturës është një hallkë e panevojshme,
në Shqipëri, sepse po është e panevojshme se çfarë do mësosh kur ti bën 3+2, po themi juridikun, çfarë do bësh shkollë magjistraturës? Do bësh prapë në fillimi kodet dhe procedurat. Nuk është aty. Jo më jo sa ashtu është. Ne në Shqipëri e kemi kthyer shkollën magjistraturës në filtr politik. Përkapje pushteti. Futen njerëz të cilët e di seleksionohen nga drejtori i shkollës, po thua. Dhe seleksionohen, po njëri nënës tjetri njerëz. Dhe do ishte